Në një kohë kur Kosova po përballet me sfida të vazhdueshme në arenën ndërkombëtare, pavarësia e saj vazhdon të mbetet simbol i sakrificës, qëndrueshmërisë dhe aspiratës për integrim të plotë euroatlantik. Roli i diplomacisë kosovare, mesazhi për brezat e rinj dhe zhvillimet aktuale politike janë tema që sot marrin rëndësi të veçantë, veçanërisht për diasporën shqiptare në Evropë. Në këtë kontekst zhvilluam një bisedë me ambasadorin e Republikës së Kosovës në Bruksel, ku u trajtuan çështje kyçe që lidhen me pozicionin e Kosovës në botë, angazhimin diplomatik dhe proceset që po ndiqen në raport me drejtsinë ndërkombëtare. Për më shumë rreth këtyre temave dhe qëndrimeve zyrtare të institucioneve të Kosovës, ndiqni intervistën e plotë me ambasadorin e Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami. Na tregoni çfarë simbolizon pavarësia e Kosovës në botë? Pavarësia apo shënimi i ditës së pavarësisë është shumë moment i rëndësishëm për ne, me sens është momenti kur i përkujtojmë edhe gjithë botës se para 18 viteve Kosova u bë shtet, po jo vetëm se u bë shtet, po e tregojmë edhe historinë e Kosovës, arsyet se kemi ardhur deri në momentin kur është dashur patjetër ta shpallim pavarësinë, dhe është momenti kur shpresojmë dhe besojmë se me punë dhe me përpjekjet tona dhe në mënyra të ndryshme, në bisedime me diplomatë të huaj këtu në Belgjik, në Bruksel, përpiqemi që të dërgojmë mesazh pozitive tek ato shtete që ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur, që ta bëjnë këtë sa më parë. Dhe mendoj se 17 shkurti dhe shënimi i ditës së pavarësisë është ai momenti kur ne më shumë mund të ndoshta gjenerojmë një vëmendje për këto synime tona. Aktualisht në botë kemi një situatë shumë të ndërlikuar dhe në atë kontekst ne përpiqemi me gjithë ato mundësitë tona që të adresojmë nevojën e shtrirjes së njohjeve, e forcimit të shtetësisë së Kosovës dhe për misionin tonë në Bruksel, vëmendja sigurisht para se gjithashtu është orientuar ka Bashkimi Evropian dhe ka NATO-ja, ku, siç e dini, Kosova ka interes strategjik dhe synim strategjik që të antarësohet edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO. Dhe në këtë kuptim, detyra jonë si diplomat në Belgjik, në Bruksel, është që të punojmë më së shumti për këto dy synime strategjike. Mbajtja e mësimit në gjuhën shqipe është me rëndësi shumë të madhe për komunitetin shqiptar në Belgjik apo edhe kudo tjetër në diasporë, sepse jo vetëm që e ruan gjuhën, e ruan edhe kulturën, e ruan mbamendjen, i ndihmon fëmijëve që të mos e shkpusin lidhjen e tyre me MMD-un, me qoftë Kosovën, qoftë Shqipërinë, qoftë Maqedoninë, trojë shqiptare, dhe në këtë kuptim mendoj se është me rëndësi shumë të madhe që sa më shumë të mirëmbahet dhe të investohet në arsimin shqip në diasporë. Në këtë aspekt, si Republika e Kosovës, ashtu edhe Republika e Shqipërisë, bëjmë përpjekje që të ndihmojmë sa më shumë shkollat shqipe. Po besoj se çdo brez i ri është më progresiv dhe më përpara se brezi i kaluar, dhe në këtë kuptim bota i mbetet rinisë dhe rinia është ajo që do të na shtyjë përpara. Kështu që edhe në këtë të ndërlidhem është me rëndësi arsimi edhe për këtë aspekt. Mirëpo në anën tjetër mendoj se kur është fjala për Kosovën, diplomacia e Kosovës vazhdon të rritet, vazhdon të shtohet, vazhdon të profesionalizohet, dhe tani që shënojmë 18 vite shtet, të mos harrojmë se megjithatë ende jemi shtet i ri, dhe si shtet i ri besoj se mund të konstatojmë se kemi arritur mjaft shumë për mundësitë që kemi pasur dhe rrethanat në të cilat jemi bërë shtet. Një mesazh për gjithë shqiptarët kudo në botë? Po si ambasadori i Kosovës, mesazhi im para së gjitha është për komunitetin në Belgjik, po jo vetëm, është që të vazhdojnë të mirëmbajnë lidhjet me Kosovën, me Shqipërinë, me vendin prej nga vinë, por edhe të integrohen sa më shumë dhe të kontribuojnë në rritjen e komunitetit brenda vendeve ku janë, se kombi shqiptar e me të edhe shtetet tona, si Kosova, si Shqipëria, forcohen sa më shumë që forcohen edhe shqiptar kudo që janë dhe kudo që jetojnë. Në këtë kuptim, ju jeni ambasador tonë më të mirë dhe më të vlefshëm. Ne vime shkojmë si diplomat, por ata që jetojnë në vendet sikur që është Belgjika në këtë rast, janë ata që na përfaqësojnë më së miri. Zotri ambasador, pasi jemi në 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës, pasi po gjykohen në një mënyrë të padrejtë shkrerët e UÇK-s, çfarë mendimi keni se
a punë pa drejtësisht dhe a do të ketë drejtësi për ta? Ne jemi thellësisht të bindur, sikur që Kosova, si shtet, është prodhim i një drejtësie, ashtu edhe ky proces do të përmbyllet me drejtësi, sepse në asnjë mënyrë nuk mund të bëhet një barazim midis luftës lirimtare të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të popullit të Kosovës me krimet që i ka bërë Serbia në Kosovë. Dhe për neve është shumë e rëndësishme që ky proces të përmbyllet me që drejtësia të vihet në vend dhe të lirohen dhe që të mos bëhet një barazim i tillë. Faleminderit shumë për këtë intervistë.